çfarë mendoni hoxh për ilahit e Adem Ramadanit? Nuk e di çfarë aspekti është pyetja. A ka qëllim tekstin? A ka për qëllim melodin? A ka për qëllim efektet? Me komunikimin ton që kemi bo disa herë me vllaun e nderuar Adem Ramadani, do të kemi kuptuar dhe ai edhin mirë se domethënë në këndimin e teksteve, poezive, vjershave, lejohet përdorimi i melodisë, që është zë që ka dhënë Allahu Dhul Jalal, dhe i efekteve që në origjinë janë zëra njerëzore. Dhe kështu ai domosdoshmë tani kështu i bën këto albume dhe në këtë formë i vepron, dhe deri këtu nuk ka ndonjë problem domethënë të theksuar fetar. Po në ilahin në përgjithësi ka do thot dy skaje. Ata që do thot e luftojnë me të madhe dhe ata që nvarën për tyre. Muslimani do ta lidhë zemrën me Kur'an. Dhe ndëgjon dhe lexon Kur'an. Po ndonjëherë rrugës ka muhabet, nuk mund të lexohet Kur'ani, të ndëgjohet Kur'ani me vëmendje, e shon në ilahi dhe porosit dhe mesazhet janë domethënëse dhe të jenë edukative, sidomos për një shtresë të njerëzve që akoma nuk janë të udhëzuar plotësisht dhe ajo mund të jetë një urë kalimi nga një situatë ignorante në një situatë të udhëzuar, në një situatë ku bën mëkate, në një situatë ku nuk bën mëkate. Dhe kështu është domethënë qëndrimi dhe sharimi jam në lidhje me ilahit e vllaut tonë të nderuar Ademit. Allahu e shpëleft me të mira për kontributin e tij dhe mundin që jep për të ndihmuar davetin dhe elhamdulillah nuk priton asnjëherë kur thirret në tubime të ndryshme për xhallarëve të ndryshëm që ai të jep kontributin e vet në ato tubime dhe ato tribuna. Kjo padyshim është një vepër që duhet fandohet për ta dhe Allahu e shpëleft me të mira në dunjë dhe në ahiret.